Nderuar, si po vjen procesi I votimit në degën e Pogradecit nga simpatizantët anëtarë? Ka një vjushmëri normale, që ka filluar që nga ora 8 e mëngjesit dhe do vazhdoj deri në orën 18. Simpatizantët edhe anëtarët kanë ardhur, kanë votuar me dokumentacionet përkatëse, me testë dhe me kartën e identitetit. Ata persona të cilët nuk kanë gjetur emrin tek lista që është prezente për të gjithë votuesit, kanë paraqitur dokumentacionet përkatëse dhe janë shtuar në listë. Pra, dhe nëse nuk e kanë emrin në... Po, dhe nëse nuk e kanë, dhe kanë testën e antarësisë, kanë edhe kartën e identitetit dhe njohjen, do me thënë nga ana jonë si simpatizantë dhe antarë të Partisë Demokratike të degës Pogradec, janë shtuar në listë dhe kanë votuar. Sa është lista? Plotë prorë, është duhet marrin pjesë? 1400. Është 1400, ndërkohë do t'i shtohen dhe këta persona të cilët nuk e gjejnë veten në listë. Deri kur pritet që të mbyllet procesi sot dhe si do të veprohet më pas me bazën materiale, do të numërohet këtu, apo? Në orën 18 procesi do mbyllet dhe komisioni do t'i numërojë sipas procedurave të kërkuar nga dega, nga Partia Demokratike. Shumë faleminderit. Atëherë sot morët pjesë në procesin e votbesimit kryetarit të Partisë Demokratike, ë? Si u duk procesi? Po, procesi është në drejtën e vetë, në drejtën e pushtetit që është I rënuar dhe neve na ka rëzuar, duhet që ne duhet mbështesim kryetarin e Partisë Demokratike, veteranin të 90-s. Kështu që 35 vjetë për bëhe, që sa Berisha, por optiset për popullin, edhe robot I merë Zoti Rama, që gjithdis në gjithë shtetet e botës, a I kam bet merak që ti shikoj njërë të gjithë dhe ti japi fund, ose le të bjetoj dhe le të roj, neve populli është në ditë të zezë. Ju shpreh pro apo kundër votbesimit sot? Pro, mos diskutohet fare. Pro, edhe po të kem sa flet më japi ai miku ti drejtë, unë ta projbe. A ke një apel për demokratët sot që duhet vinë dhe të marrin pjesë votimin? Duhet të vinë, edhe në qofse nuk duan të vinë, vetes ja bëjnë, se do të rriqen zdvarë dhe më keqë, në qofse fiton edhe një Rama. Nuk do të ketë më këtu më shqiptarë që janë të bindur nga djata dhe nuk mundet tjetë të ta përbalojnë pushtetin e Ramës. Edhe një pyetje tjetër, vetëm Berisha mund ta sjellë të dënë në pushtet? Berisha dhe me miqtë, me shokët e tia, veteranët, ka akoma veteranë në PD. Dhe kështu që duhet që ta mbështetin Berisha. Pa tjetër, se ndryshe, pos u ashtu dhe këtravë, çdo gjë ka mbaruar. Pastaj dorëzohemi. Emër mbi emër? Skënder Sinani. Shumë faleminderit. Kështu bëhet propaganda që e bërë një lloj. Qa fati kam edhe shokët këtu me rëku. Po ati të kush një dhe të që shokët? Ja, si. E kam filluar në golit dhe kam dalë bishnicë.
I kam pyruar të gjithë dhe. Uji ka ko që shumë i lopë. Në zirë të djatë, në zirë të majtës. Të mëndë më qova për të Si u du procesi sot? Protesti shumë i rregullt, shumë i mirë, sot herë të votojmë për doktor Berishën, edhe në prit doktor Berisha gjen fitone. Në fakt i bën thirrje të tjerëve, pjesëmarrja deri tani ka qenë e ulës. Ka, do vinë, ka. Pjesëmarrje ka, do vinë, me prapë. Pse duhet jetë më Berisha në vazhdim të partisë, në drejtimin e partisë? Po duhet jetë Berisha se merita, jo, mund të ketë, po meritën e ka doktor Berisha. Ka rëzuar komunizmin, ka rëzuar sistemin e kaluar, a i takon, sa ka fuqi, në tjetë në kryet partisë. Sot votuat pro vazhdimit të tij apo jo? Votuat pro vazhdimit të tij. Po, pro shi. Unë pradejë, për doktorë, po sa doktorë jam? Rrinja tjetër. Sa doktorë jam më shumë, po pandejë. Emrin? Me Blan Shuka. Me Blan Shuka. Ama mos e djegi më dhe. Mesazhin për çfarë po ja kemi mitimin këtu. Ka sot e një mesazh. Po, ai kërisi. Përse duhet vinë masivisht sot demokratët për të votuar? Dhe të rritë të mbështesin doktor Berishën në atë parë për intelektia. Ide, i se vitë një njeri që është një fuqishë për të gjithë që mund të mundi këtë sistem të e Tiranës. Ka potenciale të tjera për dhe sa të duash. Njeri u mi besu shumë sot për sot në për dhe të Sali Berisha. Sa që të ajo është shpresa e të demokratëve në Shqipëri. Atëre, e shikoni pengesë që nuk ka kandidat tjetër nga? Jo, nuk e shkoj. Referendumi është një gjithë e gjende. Të e puna. Ajo mënyra e tyre nuk më shkjeve se ishte luktë e dukshme në opinionin publik dhe më shumë për shtrande për den, sa në që ose këshin diska të cilë nuk të shkoshin për den për... Okej, shumë faleminderit. Emër mbi emër? Dëfrin Kake. Kush? Unë nuk të zemra, s'ka lidhje me atë, ty të kam të veçantë të si unë zemra për të. Unë isha këtu që në tetë, po pëse s'po shkru? Unë falenderoj gjithë votuesit e Partisë Demokratike, gjithë antarësinë, sepse me dëshirën e lirë të tyre, ata kanë konfirmuar edhe një herë lidhjen historike të Partisë Demokratike. Zoti Sali Berisha është një lider që është një lider që i përballet keqes të këtij pushteti të korruptuar. Prandaj dhe unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike kudo që janë, edhe brenda dhe jashtë ta mbështesin doktor Sali Berishën. Se është me të vërtet një lider historik që ai përballet keqes që e ka zënë vendin tonë. Për sa i përket kandidimit tim në zonjën Arta Arkaxhiu, ne mendojmë që të bëjmë më të mirë në qytetit si unë ashtu dhe për Arta Arkaxhiu, është një zonjë denjë, që edhe në qoftë se fiton ajo, është njeriu i duhur për qytetin tonë. Pjesëmarrja është kënaq ashtu dhe siç duket nga kutia e votimit. Janë gjithë me atë dëshirën e mirë për konfirmimin e doktor Sali Berishës. Dhe unë mendoj do jetë një pjesëmarrje shumë e lartë në votime, që ndoshta është akoma dhe herët. Faleminderit.
Yes. Amico na babaj, não sei.